Në ditët e sotme, kjo recetë që unë po ju prezantoj sot është shumë e njohur, por më përpara askush nuk dinte të bënte petë mistre. Unë jam rritur duke ngrënë këtë recetë që kur kam qenë e vogël, sepse gjyshja ime nga kuksi e qante petën e mistrit. Dhe të gjithë ulnim në rreth një tavolinë, merrnim secili nga një lugë dhe hanim në tepsi. Kruanim të gjitha të anën tonë derisa ta mbaronim. Me pak kos shijonte edhe më shumë. Unë kësaj radhe mora preshin. Peta e mistrit bëhet me çfarëdo lloj gjëje që ju të keni, nga jeshilliqet me qep të njoma, me lëpjet, me spinaq, me jeshilliqe. Preshin e griva sa më i më të mundesha, sepse kështu e kam unë më shumë qef, dhe më pas e vendosa në tigan me vaj ulliri derisa preshi u zbut, por keni kujdes mos t'ja humni atë ngjyrën jeshile. Nuk duhet ta skuqim, i hedhim dhe pak krip që të zbutet më shumë, i vendosim kapakun dhe e përzijim her pas here që mos na ngjisë. Nëse preshi nuk nxjerr shumë lëng, atëherë ne do i hedhim pak ujë, sepse kësaj radhe për petën e mistrit do na duhet që të jetë pak i lëngshëm. Lëm dhe disa minuta që të vloj bashkë me ujin dhe më pas ne përgatisim brumin me miellin e mistrit. Unë miellin e mistrit e blej tek fshatarët, nga ato miellat e mistrit që janë të ashpër, të punuar me mulli guri. Tek mielli i mistrit unë vendosa ujë. Ju edhe mund ta keni ujë të vakët ose ujë të nxehtë, por unë kisha ujë të ftohtë. Dhe me ujë të nxehtë bëhet shumë i mirë. E përzijem mirë derisa brumi të na bëhet ngjitës nëpër duar, dhe në këtë pikë na nevojitet dhe më shumë ujë sepse brumi është pak i thatë. E shtojmë ujin përsëri dhe i japim një të përzier derisa brumi të shohim që është bërë fiks në teksturën që duam. Më mirë është t'ja hedhim ujin avash duke e parë se sa në fillim t'i hedhim shumë dhe më pas ajo do na bëhet e qullët fare. Gjithashtu mos harrojmë t'i hedhim dhe vaj ulliri, sepse mielli i mistrit është i thatë në vetvete dhe ka shumë të nevojshme vajin e ullirit, dhe mos harroni t'i hidhni dhe kripën për t'i dhënë më shumë shije shtresës së poshtme të petës së mistrit. Përzijem mirë që kripa të futet në çdo vend dhe e shikojmë që brumi na është bërë ashtu siç duhet. Preshin e kemi gati, kështu që do i bëjmë pak mbushje. Unë nuk kisha shumë gjizë, por ju vendosni edhe më shumë se që unë i vendosa, dhe kështu e kompensova gjizën me djath. Dhe djathi duhet sepse ka atë kripën dhe i jep një shije më të mirë. Unë kësaj radhe preshin e bëra me qumësht. Siç e pat, ja vendosa qumshin, djathin dhe pak gjizën dhe e përzijeva. Kjo do i japi një shije më të ëmbël, sepse qumshi në vetvete ka një shije shumë të mirë. Por ju që s'keni qumësht, bëjeni me kos, sepse del dhe ashtu shumë i mirë. Unë mora një tavë kështu rumbullake dhe preva një letër përpjekje duke e vendosur me pak vaj ulliri. Vaj ulliri ndihmon shumë tek mielli i mistrit që të bëhet dhe më i shkrifët, kështu që hidhini pa merak. Marrim brumin që përgatitëm dhe e hapim kështu me duar derisa të formojmë një shtresë rumbullake të njëtrajtshme dhe të gjitha anët të kenë njësoj miell mistri. Ja dhe rezultati në fund kështu duhet të jetë. Marrim preshin dhe e hedhim sipër te tava. Mos u merakosni që është kështu e lëngshme, sepse ashtu duhet të jetë, me që brumi i miellit të mistrit që krijuam ishte tepër i ngurtë, kështu që do ketë nevojë për pak lagështi. Pjesën e sipërme do e hedhim miell mistri me dorë, duke e përhapur në çdo vend një shtresë tepër të hollë, sepse kështu e ka qef kjo recetë. Unë kam përgatitur dhe pak dhallë me kos dhe ujë, krip dhe vaj ulliri, dhe ja kam hedhur përsipër. I hodha krip që t'i jepte më shumë shije kësaj pjesës lart,
me që nuk kishte asnjë marinim siç bëm me pjesën e poshtme. Ja hodha të gjithën dhe siç e shihni është pak e lagësht, por më besoni që do e thithi të gjithën. Gjithashtu i hodha dhe vaj ulliri me bollëk përsipër, ju do mendoni që është shumë, por ajo e thith dhe kështu nuk bëhet tepër e thatë. E lëm në furrë me 180 gradë rreth 40-50 minuta derisa ta shikojmë që ka marrë një ngjyrë të ardhë. Ne na pëlqen shumë që ta ham të nxehtë sepse kështu shijon dhe më shumë, ndërsa kur ftohet ajo ngurtësohet, por ju bëni si të doni, mund ta hani edhe ditën e nesërme, ta ngrohni pak në furrë dhe na shijon shumë nëse e shoqërojmë me dhall ose kos të trashë, deleje ose edhe thjesht lope. Ju bëftë mirë nëse e provoni. Recetën me detaje do e keni në përshkrimin poshtë.